Presidenti Kosovës Hashim Thaçi thotë se nënat, gratë, vajzat janë simboli i zhvillimit dhe përjetësisë në çdo popull e në çdo vend. Këto komente presidenti Thaçi i bëri në dedikimin e tij për nder të festës së 8 marsit, e cila njihet si Dita e Gruas. Dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi është vetëm një ditë simbolike juaja. Nderimi, respekti dhe dashuria ndaj jush nuk shteron asnjëherë, ka thënë Thaçi. Urim për këtë ditë ka shprehur edhe kryeministri Isa Mustafa, duke thënë se Republika e Kosovës ua e dedikon juve ekzistencën dhe çdo sukses të mëtejshëm. Kuvendi i Kosovës nesër voton për projekt ligjin për shndrimin e forcës dhe sigurisë së Kosovës në ushtri. Kjo është bërë ditur nga kreu i kuvendit, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë, ku edhe u vendos që seanca për votimin e këtij projekt ligji të mbahet të njëjtën. Patëm një koordinim shumë të ngushtë me grupet parlamentare që këtë çështje ta çojmë nesër në kuvend, u shpreh kryeparlamentari Veseli. Aleanca Veri-Atlantike tha se do ta mbështesë forcën e sigurisë së Kosovës brenda mandatit aktual, ndërsa e ka lënë të hapur çdo opcion nëse mandati i FSK-s ndryshon pas nismës së Prishtinës zyrtare, që kjo të bëhet përmes ligjit. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungezu thatë se kjo aleancë, e cila e ka mbikëqyrur zhvillimin e FSK-s deri më tani, do të vazhdojë ta mbështesë këtë forcë brenda mandatit aktual. Ajo tha se ardhmja e FSK-s është në duart të kosovarëve, duke theksuar se struktura, mandati dhe misioni i forcës dhe sigurisë së Kosovës nuk janë çështje për të cilat vendos NATO-ja. Komiteti për Inteligjencë i Senatit të Shteteve të Bashkuara do të mbajë seancën e parë publike dëgjimore me 20 mars për hetimin ndaj ndërhyrjeve të dyshuara të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kryetari i komitetit Devin Nunes tha se është planifikuar që të mbahen një seri e seancave publike. Ai ka thirrur drejtorin e FBI-s James Comey dhe kreun e Agjencisë Kombëtare për Siguri, admiralin Mike Rogers, që dëshmojnë në seancën e parë dëgjimore. Nëse duhet, ne do të thrasim të gjithë ata që kanë informacione për këtë hetim, tha kryetari i komitetit. Trepça 89 ka shënuar fitore në derbin e Gjiros së Superligës së Kosovës në futboll. Mitrovicasit kanë triumfuar parashikuesve të vet kundër Prishtinës me rezultat minimal prej 1-0, e cila ka bërë që të përforcohet edhe më tepër në kreun e tabelës. Pas kësaj fitore, Trepça ka 48 pikë në ligën elitare kosovare, ndërsa Prishtina ka 9 më pak dhe gjendet në vendin e dytë të renditjes tabelore. Për të tjera informacione, vizitoni gazetën online parrotlla.net. Mirupafshim.